Në Vlorë krijohet fronti opozitar. Partitë e opozitës u bën bashkë gjatë kësaj të mërkure, teksa u mblodhën në një tryez, duke krijuar kështu frontin opozitar, një lëvizje që nis nga qyteti bregdetar, e cilësuar si një iniciativë nga një deg lokale, me qëllim për të ushtrirë në çdo qytet dhe më pas drejt qendrës. Partitë e opozitës u bashkuan kështu me qëllim ndërtimin e një opozite më të fortë. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Aurel Bylykbashi, në nisje të fjalës së tij, e theksoi si shumë të rëndësishëm bashkimin e opozitës me qëllim arritjen e rezultateve pozitive në garat e ardhshme elektorale, por edhe për ta bërë opozitën më të fortë. Vlora dhe Shqipëria po vuan nga majoranca e sotme, Partia Socialiste dhe nga Rilindja, në kushtet e një pushteti të zgjatur në kohë, i cili po shkel të drejtat dhe liritë e njerëzit, po kontrollon me dorë të hekur çdo lek të taksapaguesve vlonjat dhe shqiptar duke i vjedhur për ditë ata, po varfëron çdo ditë vlonjatët dhe shqiptarët dhe sipas censusit, i cili është institucioni kontrolluar nga pushteti, ka larguar rreth 18.2% të popullsisë së vendit. Çfarë duhet të bëjmë ne në këtë situatë? Partia Demokratike është e vendosur jo vetëm të rezistojë, por të përballet dhe të bëjë çdo përpjekje, edhe për te njerëzores, për ta ndryshuar situatën e sotme në Vlorë dhe në Shqipëri. Por në konceptin ton, kjo kërkon bashkimin e çdo qelize opozitare me Rilindjen. Dhe mbi të gjitha, kontributin jo vetëm të këtyre forcave politike që sot janë pranishëm në këtë tryez, por dhe kontributin e çdo intelektuali, të çdo të riu dhe çdo qytetari vlonjat dhe të Shqipërisë. Partia Demokratike në Vlorë është e vendosur të luftojë. Të luftojë jo për pushtetin e nesër, po për të ndryshuar me çdo çmim situatën e sotshme. Prandaj jemi sot këtu, për të krijuar frontin opozitar për Vlorën. Dhe ky front, në konceptin ton, do të bashkoj jo vetëm të gjitha ato forca politike në opozit me qeverinë, por do të bashkoj çdo individ, çdo muskull, çdo fije për të bërë një betejë ballore dhe të drejtë për drejtë me Rilindjen në këtë qytet. Fronti që duam të krijojmë dhe që ka ekzistuar dhe më parë, do të jetë i hapur për cilën do forcë politike dhe për çdo individ që kërkon të na bashkohet ne. Dhe unë do të përcaktoj 3 shina ku unë gjykoj që ne duhet të ecim. E para, të jemi serioz me qytetarët dhe me njerëzit. E dyta, të mos shitemi. Dhe e treta, të punojmë për fitore. Edhe kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj theksoi se fronti opozitar është shumë i rëndësishëm me qëllim që të gjitha partitë të bëhen bashkë për të arritur kështu rezultatet e duhura, me qëllim jo vetëm forcimin, por edhe bashkimin e opozitës në një front të vetëm. Unë mendoj që ka ardhur momenti që të jemi të gjithë bashkë. Mendoj që një front i përbashkët opozitar do të na nxirrte ne fitues në një bashki siç është Bashkia e Vlorës. Jam shumë i njohur se pjesës së opozitës që bëhet në Këshill Bashkiak nga të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak që përfaqëson opozitën, do të kente Partia Demokratike një derë të hapur ku gjithsecili të vit jap kontributin e tij. Sigurisht do të jetë hapi jon i parë siç filluam sot, por dhe jo vetëm. Në Partinë Demokratike në degën e Vlorës ka filluar një punë e cila intensifikohet me punën në terren, me pjesën mediatike, me angazhimet në të gjitha format dhe mënyrat. Ne përpiqemi, por kemi nevojë për gjithë ju. Shumë e mirë, një pikë strategjike e këtij takimi të sotëm që ne dalim me një kandidat qytetar, me një kandidat të mirë cilësor si opozitë e bashkuar dhe ku gjithsecili prej forcave tuaja politike të ketë përfaqësinë e vet në Këshillin Bashkiak. Si kryetare e Partisë Demokratike ju them që përpjekja jon për të bërë maksimumin do të jetë gjithmonë e pakursyer, por ka nevojë për të gjithë ne. Dhe unë do të kërkoja që bashkëpunimi nuk është vetëm një fjalë, është një peshë shumë e madhe. Është një përgjegjësi, por është një peshë e cila ju cakton të gjithëve ju në një mënyrë apo në një tjetër që të përfaqësoni në Partinë Demokratike, të keni zërin tuaj, jeni të lutur dhe të respektuar, të na ndihmoni në organizim dhe të na bëheni bashkë në këtë rrugtim. Ne jemi në opozitë, ne mbushim sheshet, janë 13 vjet shumë të vështira për demokratët.
13 vjet për të cilat ka zë gjithsecili brenda kësaj tryeze për të folur, për ta ndjerë këtë peshë. Ne shkojmë në datën 8 maj në protest, po protesta e datës 8 maj nuk është vetëm e Partisë Demokratike, zotërinj të nderuar. Duhet ta ndjeni gjithsecili prej jush përgjegjësinë dhe barrën e asaj ngarkese që kemi duke qenë në opozit prej 13 vitesh. Duhet të dalim nga kjo vorbull vetëm me organizim dhe me punë.